Falënderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, krijuesin e gjithësisë. Allahu një, Zotin e botrave, krijuesin e jetës dhe të vdekjes, ringjallësin njeriu ditën e gjykimit, ashtu siç i ka ringjallur dhe ka sjellur në këtë jetë pa dëshirën e tij. E lutim Allahun xhalla shanuhu për mëshirë dhe falje dhe rahmet. E lutim që faljen se pare ta ketë, ta dërgojmë mbi më të mirën e njerëzimit Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij të ngushtë, mbi shokët e tij besnik, dhe mbi të gjithë besimtarët musliman deri në ditën e gjykimit. Amin ya rabbal alamin. Të nderuar xhamatli, musliman të dashur, e falënderojmë Allahun xhalla shanuhu që na ka veçuar duke na bërë prej umetit të Muhammedit alayhis salam, na ka bërë pasues të këtij umeti, edhe pse kur e them këtë fjalë, dikujt nuk i shkon për hatër, dikujt nuk i pëlqen, dikujt i doket e rëndë. Por unë them me një sqarim mbrapa saj, për vetveten time, por edhe për ju dhe për gjithë ata të cilët e ndëgjojnë, që kjo fjalë nuk është privilegj. Nuk është privilegj të ka dikush të me qenë të umetit Muhammedit alayhis salam, është privilegj. Na kemi lind sikur tillë do të jemi, tillë do të shkojmë në xhenet, çdo gjë rrugë të hapur, autostradë, jo të ndërun. Kjo është ngarkesë. Kjo është obligim. Me thonë këtë fjalë me qenë, elhamdulillah, falënderojmë Allahun që jemi musliman dhe jemi pjesëtar të umetit të Muhammedit alayhis salam, umet ky i cili beson në çdo gjë që ka zbrit para tij. Beson në çdo libër, çdo fjalë që Allahu xhalla shanu ka zbrit për Ademit alayhis salam deri te pejgamberi i fundit, beson në çdo pejgamber. Po marr parasysh se si ja kanë gjetur aty pejgamberëve tabelat, jehudit, krishterët tani nuk e bëni, ata janë popull. Ata në pejgamber jenë pasues, jenë misionar, jenë ambasador të një fjale, fjales Allahut i cili është një, dinu Ibrahim, feja Ibrahimit alayhis salam. Këta e din. Kjo neve në bënë se pari që të ecim me kokën ngritur, duke thënë gjithë atyre cilët vinë në oborët tona mundon të na përzin. Duke munduar që neve të na bëjnë privilegjuar nëse besojmë vetëm të dërguarin e tyre, jo ju themi. Neve besojmë të dërguarin tuaj. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kjo është kodi, këtë ajet, të cilin do ta marrim shpjegimin e saj javën e ardhshme, është përfshirë në këto dy ajete të mëdha të cilat i përmendëm para xumos, le të jetë si kod, le të jetë fjalë, dy fjalë që kushtojnë la nufarriqu baina ahadin min rusuli, ai i cili mundohet me juve apo mua apo tjetrin, me na tërhek në bindjen e tij, thonë la nufarriqu baina ahadin min rusul. Na nuk bojmë dallim në asnjë nga të dërguarit Allahu xhalla shan, nuk guxojmë më bëu. Pse s'guxojmë më bëu? Sepse jemi të privilegjuar. Pse jemi të privilegjuar? Se më bëhet një dallim të tillë atë dalim pi fesë. Na dalim pi fesë. Më thonë na kemi veç një pejgamber del pi fesë, ka se kemi veç një pejgamber, ne kemi gjithë pejgamber. Besojnë Muhammedin, besojnë Isa'in alayhis salam, Jezusin, çfarë sa besojnë pejgamberin alayhis salam. Besojnë Mozesin, Musa'in, çfarë sa besojnë pejgamberin alayhis salam. Është kushti i imanit e besimit, nuk ka parim më të madh. Prandaj jemi krenar të ecim kokën ngritur. Po marr parasysh që mundohen me na qenë, me na bot turpëruar. Pejgamberi arabëve, pejgamberi i kutadionit beduin dhe pejgamberi shqiptarëve, jo, pejgamber linnasi kafa. Po të Allah kemi zbrit për njerëzit në këtë botën, për mbledhje gjitha misioneve, mesazheve, gjithë pejgamberëve deri më sot. Na i besojmë ti pejgamberëve dhe gjithë tyre pakës. Kjo ndjenja pikëspare e besimit që na bën neve të privilegjuar, ndjenja e dytë, puna e dytë që neve na bën të privilegjuar, përgjithësia të më mirë, përgjithësia. Or që jemi një umet i punës, nuk jemi një umet i fjallës. Kur ka vetë një Japan,
një muslimon në debat e sipër, i thot ati Japonit, i thot një japonezit inxhinier, thot i ndërmu, thot si keni arritur ju dek këtu? Thot po do të kemi arritur duke ju bimë thot besimit fesë tonë. Thot çka thot besimi feja ju? Thot më qeni drejt. Më qeni drejt. Më qeni sinqert. Me bo më të mirën në punën që e bën. Më të mirën. Këtë të porosi kemi në Islam. Thot i thot kjo muslimoni, thot edhe feja joni, thot gjitha këto që këthuti. Edhe fillon mi anëzer hadithet, na i nxerim hadithet, fjallët e pejgamberit e selam ajetët, cak. I thot ai po, thot nare të shot, thot na thot kemi punu me to. Na thot punoj me to, ndërsa jo thot s'punoni me to. Ata me qeni privilegjun, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, me qenë prej popojve që Allah i ka veçu prej gjithë njerëzve ditën e gjykimit, po. Do me qenë i privilegjun, po. Ja, po. Bëne, puno, verën praktik, shtine në punë. Unë e thash ato shka është dhe gjumon e galun, ato shka vjenë në gjumo e merë, ato shka është merë më atletën. Po me zdil prej kësaj gjumoje, prej kësaj gjamije, pa kur gjithë duar thotë. Merë diska, ma të paktën që ku të delë prej kësaj gjamije me vunë një jetën praktik. Në tonë flasim për Lejlatul Qadr. Nata e Kadrit, e cila është në 10 metëshin e fundit. Do të khajru min elfi shahr, a thonë Allah në ajetin kuranor, në suratul Qadr. Është ma mirë se 1000 muj. 1000 muj bashkë me 83 vjetë njerëzore, nata Kadrit, një natë. Me bereqetin, me mirësinë, me mëshirën që Allah ka vunë këtë natë, është ma mirë se 83 vjetë dikush me punu punë intenzive standarde. Llogaritësuar me tonë dikush i ndërron, sa fiton ti 83 vjetë punë, sa ki rogën 250 euro, 2500 euro viti, 170.000 euro, dhe më thonë pibika, me punu 80 vjetë, 170.000 euro, për mërshë 80 vjetë, ja për një natë e ki 170.000 euro. Dhe të ka fru Allah dhe ditë që në fundit, me të kalëzu. Nuk ka punë bastore, nuk ka punë loto, e di që 1 milion i shti, një fiton një, Allah dhe që ki mundësi dhe ti dhe të me fitu, dhe të nesë që në fundit të ka limitu, dhe të kërko. Halakate. Do të pejgamberi selam thotë në këtë natë të zbresin me lesht halka. Do të bashkë me ta thotë Ibn Abbas i transmeton e urdhën Allahu Gjibrilin me zbrit me ta. Do të i bojnë devër, i shëtisin gjithë ata muslimon që janë në kom apo ullër duke përmend Allahun. Në këtë natë që fillojnë prej masakshomit e deri para se me përfundojmë saku, në qitë periudhë i bojnë zjaret. Do të ju fali thotë Allahu do t'ju falë gjithë dhe këtë natë, do të men kame lejlet e l'kadr imanin wa ihtisaben, gufira lahu ma të kaddame min dëmbi, a i thot i cili thot ngritet në këtë natë kadrit, e nëzën natën e kadrit, e nëzën këtë lotari, këtë shumë kashtë madhe, thot imanin wa ihtisaben, me besim, të madhe për të vogën në zemën e ti, e këtë mushtë me besim, wa ihtisaben, dhe duke llogarit që Allah më të vërtetë në sonë të në të najtë, jem duke llogaritën falin edhe mëshirën tonë, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allahu ja fal ato që i ka bërë para saj, e nuk po folim për mirësi tjera kat, po du mund dal tash me një pikë këto përveç kujt? Do të pejgamberi selam do të përveç atij i cili e konsideron merit jam musliman vetëm fjallën apo krenarin dhe kur gjo më tepër. Do të përveç ati i cili prezenton në këtë natë, po mandë nuk i ka aty, ka dikun tjetër. Ati, do të përveç ati i cili do të pinë raki, do të pinë alkohol, po kalon Ramazan, do të përhatet Ramazan, do të një mujdet të se shti në gojë, oqë. Bravo. Merit. Po tash i në gjenë ditë 30 ditë, se si të bëhet dita Baramit, a i ka mishtru, përveç ati. Një. Që Allah pa u kry Ramazani nata 4, a i ka sytë qysh mi bo haramin ku të kryet Ramazani.
Ai që se ka bon jetë ta mon me zemrë, Allah ta mon në pëdu mu largu për kësaj pune. Unë jem natën e 4, jem në Ramazan. O Allah në shta takat nuk kom fuqi, s'kom shokni kom shumë të këqi, por shumë të fuqishëm, që nuk muj, nuk e mlojnë. Turpi im është maj madhë, se sa dëshira im përpërshu, o Allah këthej këtë dyja, bëma dëshirën te më të madhë se turpin mu largu nga keqja, sepse në shoqnin tonë faktikisht, mu largu nga keqja është turp. Tonë të bojnë me gishtë. Edhe kjo pas ka njës mu fala, s'ka lënë zesë pa pozë. Edhe kjo edhe asja, shkon një i të zojnë e për cepet gjamia falin do qësi që i në gjonë në do bura që i kam bo ka gjallët vjetë, nuk ka pas mundësi ose se kalon shoqënia rreth i familja, shkon i gjonë do cepet e për do gjithëm, se s'po vjen gjani të na, jo përsa aty vinë dojë, s'po vjen marra. Të na është turp, në shoqënin tonë më përmërsu. Të na është kënari, më bo maskaralyshe. E kini po një mesazh e këshin qitë. Perceptimi evropian dhe i disa 5 gjëra dhe perceptimi të shqiptarë. Edukim të evropian të shqiptarë të humbje kohë. Mafios të evropian të shqiptarë të rrimë. Familje karagjoze të shqiptarë të evropian të shqiptarë familje e pasën, familje me mëteberë. Edukim, humbje kohë, këtë përsetime që ne ja kemi imponu vetë vetës. Andaj do të pejgamberi selam do të shtitët si fare që do të është në Ramazan po shetët në haram. është në Ramazan do të po, vallaj, që të dashërën që kom tu se u shku në Evropë, ta shku thetë pis visras, me në zipet. A i djenë në gjeni, po ala mendin se ka. Doan nuk e ka sinqert se ka qelë zemën më Allah, më mrujt nga keqja. Të ndëru nuk është turp 27 vjeqe, mi pash 25, mës me pas mardhenjë ilegale për shtuqen me nej femën. Nuk është turp. Ajo është karakter. Ti e kërujt burrin tome, e kërujt fminin, moralin, e një femnës, një familjes, një nonës arshme, kjo të regon karakter. E këshin qitë në gazet 27 vjeqar, lojtari Brazilit, që di arro ermi, një më vlog po, tha 27 vjeqë, dhët Allah dhët nuk ka pasët, dhët mardhënje, dhët martësore, du më thonë jashtë martësore, ilegale, dhët me një femë, dhët i ka bu 27 vjeqë, pse është i krishter dhe vëtë që me konsideron që është haram. Dhët ashtu si kur bashkë lojtari ti kaka, edhe e s'kish pasë para martesit, do është urka, po Allah dhët mardhënje s'ka bu, edhe si ka ardhë turp mi pranu ati. Që pitë mirë, pitë gjosh mirë nuk vjen, një s'ka shumë të artur, po i ndërum. Të na i ki bo 15 vjeqë sot, Allah s'ki flet me në ikona, po t'i ko këtë langar, t'i ko këtë sakat, t'i ko këtë impotent. E turp që e ma madhë është që 60% fmive tonë në për shkolla fillore, në klas 8, klas 9, 14 vjeqë, dhe në 16 vjeqë, këta së kumbone ka bo institutët të në Kosovë, e keni në artikull, në internet dhe zëni. 60% fmi 14 dhe 16 kanë mardhënje, kanë pas mardhënje seksuale me shoqet klasës e që i thëtë që kur motra qesë. Dalavere. Një 30% që i tyre ma shumë se një herë. Ata ma të mitujt më shku ma poshtë, nuk ka pimoshës 9 vjeqarë, nuk ka kush që s'ka këqyrë filma në internet. Hade me se bërë. Ata me se bërë se shoqënia vetë baba, vetë nona, vetë qytë, të shakodhët këtë djallë, që ka sivet normal, që kur fëmijët e mahallës, fëmijët e shkollët. Qka normaliteti, mi pas tonë 15 vjeqë, mi pas një dashën, mi pas një aferë, me me denë, 2-3 natës me lujtë me lojnë në për rrugë, në për qytetë, në për kuta djune, që kjo është normalitet. Po mi pas një djallë që ka fillu më shku në gjami, film telefon të djallit të dishka të hoqë, ja ka njës mirë këtë me fejnë regull, po dishka si ekstrem bre ka marë, po thët, e shes si janë normalitet. Dhe so këtë i vjetë djallit me sy lullë, që ka pi prom, një natë për parë marijuan, e i qotë nërët 12 natët që ka u mësimin, a e thët u kone në najë, shka dekët. Këtë të gjanë e mi të i gatu me dorën tonë. Një motër muslimane pja lexoj një artikull,
muslimane, po s'ka qene vetëdijshme një familje që jo muslimane, edhe është ka vendosë Allah me ja qelë zemën më këtu islam. Me shoqet e punës fillon me lexu ka pak në televizion dhe vendos vjen fillu namazin. Kur fillon me fjalë namazin, kjo jashtë në kryeqytet e punësune, dorsa familja e vet me qytet tjetër, fillon me fjalë namazin, po kur shoqet e vet që të fal namazin, sigur të nëse fillon shejtani fol ka herë me golet pa dishni. Puna parë ti thot, çu shpo falesh thot, po fal ato piçes namaz bëj kujt ata ki marr abdes ku marr shpesat ja, thot abdesi pa shamin kryet të prishë. Po don punë që do marr abdes, ja abdesin, mos u fal. Tha lash filloi milon namazin. Tash ku se fal namazin në vakt ku të mbledhen 2-3 prejere, mi falën shtëpi kazash, demeli për ton. Nuk ka se u mi fal 4 çfarë, mi fal 12 prejere. Fillova thot mos ve. Thot prap se prap thot nuk najta aty thot shoqër shkolla thot mi vet, sikur ka porosit Allahu pyetni ata të cilët din, nëse nuk dini, po shkolla ti vetë sot një dietar thot një mftini hoxha aty. Thot ma shpjegoj thot jo thot abdesi nuk ka të bëjë me sanin kur gjys. Abdesin çka prishim këto. Kërkun nuk e gjell edhe se poshtë aty që shkruajke, edhe në librin që ma dha që shkruajke, të prishet abdesi pa shamin këtu. Thot fillova thot ma agjëru, thot kur fillova ma agjëru më than thot nuk të pranohet agjërimi pa fal namaz. Po unë Allah thot s'kisha një që duhet mi fal namazin, tha lesh edhe agjërimi. Thot kur shkova prap me lexu, pe lexoj thot e pash. Thot atëherë thot fillova thot mi fal thot edhe namazin, thot edhe agjërimin e vitit ashëm, thot ju ktheva thot rrugës Zotit ka dal, thot kur më pan thot çuashi thot për mësirin do shoj thot pithirin thot familjen, hajde thot se çika ju thot ka filluar thot më bë thot ekstreme. Thot ka filluar më u kthy që tëra, më u kthy rrugës Allahut, më u kthy rrugës Zotit, është me kon ekstrem, më kon i rrezikshëm. Këto na kanë imponuar dhe duke na imponuar. Kjo është si flet ai shejtani me gojën e njerëzve. Thot mi prum thot prind thot pi 100 kilometra thot marr më mkyr, thot kaj ke nëna thot me let, thot oj çika eme nuk ki nevojë me hije, nuk ki nevojë me bok, thot nuk ki ta marr mendja ka hin drog, thot unë desha thot më herë thot me aki në dorë ka shetitë i ka bë gjitha gjëra tjera që i bën një femën jo në rrugë duhur. Thot kaj ke me let krokodillit. Ato bojmë edhe na. Unë di që shumë familje, shumë të rinj, momenti që është djalë në që të shkuën hoqë të të lemër të të hoqën, son i di dhe gjara i ndëgjoj. Të të ledhët të hoqën, hoqë i ka punë 8 me 8, i ka krythët shkollën, i ka punë mirë, hes të i graja të punës tonë, dhe të hoqën, i ka ndath një pijamia. Që kjo është ai fesadi shoqënor që neve është duke na kaplu. Po tjetër të pejgamberi selam po kthehet kuj si pranohet nata 4 si pranohet edhe atij i cili ka hak te baba dhe te nona, edhe vazhdon me të njëjtin ritëm, me të njëjtin avaz, edhe mas Ramazanit dhe se kanë mend mi ndryshu hiç atë punë. Edhe këtij natën e 4 do të Allahu s'ia pranon lutjen. Ai që ka syrin haram, vjen në xhami, po do të haramet do të vazhdoj. Ai i cili është në gjynasin i gjynaj tillë, edhe ai i cili gjatë gjithë kohës blun këshia me bo për Ramazan, thot për atë Ramazan, ku më pauzu, mas Ramazan du mi vazhdu, thot tilo, thot Allah, thot nuk i pranojnë. Ate o shama bo, ma punu, të ndërum, me lutë Allah në këtë natë, me lutë me zemër, sinqet, Allah me na përmirësu gjenjën, e di që nuk është e letë. Me nuk e kemi vetëm një front, kemi shumë fronte. Të villu pi familje së afër, front, që e përmena ki babën, nonën, shokun. Momente që villën me hyrë rrugë drejt, shejtani me njerë, të fërni me nuk të lenë, të bënë muni të tërpshëm, më shku në gjami të bënë muni, si me marë, po të hinë në gjami këshurë me s'pëtse, si në mëtë në i qike klasë, zë në i shohë që i shkohë të më të pa, të i në gjami. Alhamdulillah, i në gjami. I bi Allahut tënë, dhe Allah i tamë i bi në sejgjde. A më shumë të o trahtu dikona, më shumë të o prejnë në bez dikona. Andaj të hefni këtu vezvese, këtë dëshim. Ta lusim Allahun me na pastru zemrën nga një frikë e tillë, nga një frikë e shejtanit. I Junaid al-Baghdadiu duke ecë me shokët e tij në agjërim në Ramazan, duke ecë në shkretim, kishin pas një udhtim gjithë agjërueshëm,
thot pyet thot përpara thot një dritë. Një dritë një nur, edhe pyet thot këtyne, pyet thot unë jam Zoti juaj të prishni thot agjerimin. Kur del një dritë përpara një nur, thirr me një thirrje të tillë thot prish agjerimin largohu për rrugës drejtë. Thot se ju kam lehtësu thot juve, jeni udhëtar. Thot unë jam Zoti juaj. Ky Xhunaid el-Baghdadi. Një dietar Allahu nuk del kështu formë të ndalu për rrugës mia. Ai është ka tjerë më të ndalu për rrugës mia, kum thonë edhe më herë, është ai bilbyli. Allah na rrit për ti. Andaj thot, ta Xhunaid ka dalë në subut në ta'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me njerë ushtu. Kjo thot si vjen shejtani vjen. Ta bën vezvese. Thot ka dalë 14 vjeçë, 15 vjeçë, alo i ri thot ku do marr gjuhë thot ti. Ose do të dita gatë të ka thonë doktore, doktor recepta para 6 muaj, ky ka i vek në pjatë buk, kur gjo s'ka asnjë problem, do të mesazhoj thot, jashtë i vezves, mos po të ka, mos po të thesë se. Provo me ndrum hin. Provo. Nuk mundesh kur gjo në jetë me mësu pa fillu, pa hi. Notin së në mësën pa fillu, pa hi nëj, pa u zhyt dhe i këto bile s'pa. Ebu Hanifes, po i vjen një njeri, po i thot, Abu Hanife, ku kam qenë i ri, kum pashpunu, kum ledh pasuri, po të i kum shtidhët me një qyp, po të i kum varros dhe kun, thot, po nuk e mbjen nërman kur. Ku i kishat pleshnia e kishtone për ditë zeza, në vëllna, po nuk e di, thot, ku kum shef. Pi thot Abu Hanife, thot, shko, thot, falu son, thot, merr abdes. Thot dhe falu, thot bëni njetë mu falë gjithë natën, denë sabah, edhe lutë Allahun që më ta kujtu. Shkon më abdes, e kesh bo njetë tamam si duhet, mu falë gjithë natën, denë sabah që Allahun mja për kujtu, ko kalon që të qypin. Kur shkoj tamam 2 recitatet, Allahu Akbar, thasjani që subhanak Allah, ju kujtu villë ku nga qypin. Me njëherë ju kujtu, shkoj, edhe njetin për shkon gëzushëm, këtyra hona 15 Përshkoni thot Abu Hanife, thot mu kujtu, thot fil, thot po, thot aj, thot po shejtani, thot mës më të lonë, thot ty, thot me njetë sinqet, mës më të lonë, thot ty, thot mu falë, thot gjithë natën, mës më të lonë më boj namaz, mës më të lonë më boj ibadet, ta ka kujtu, thot Shqipi. Këtë neve na qëtë dynjan për parë, me na ble ahireti, me na marë ahireti, qëtë të li farë pengesa, ta qëtë nërën e babën e kujshin e shoqën e shokun e këta diun e kënë, burnin e rreshme, ti qëtë këtë të përparë, ti qëtë ty më bo më një frikacek, ta qëtë shejtani, bëta qëtë folin në veshe, bësa doktorin kërë që ja fut kote. Gjitha këto, me na pengu, me na largu, nga tjeqen, nga rruga drejt, nga rruga mirë, prandaj të ndërun. Nuk është merit, me pas jamin Hajdar Muhammed Kajtaz. O merit me qeni privilegjun, më thonë me plët gojë, alhamdulillah që jemi prej umetit Muhammed a.s. Pra ato që shpresojmë kemi të mëshiruar në ditën e gjykimit, është puna. Është puna. Është që këtë dëshira, dhe të shmëria jonë me Allahun xhalla shanu mua dhe duaja vazhdueshme që Allah më na forcoj, inshallah më na dhon bindje, edhe atë bindje me shpirtni që shpërndahet ku të vini ditën e gjymos, hoxha ka iman të fortë i gjurmë, ha merrni, jo më dush mi allakat me gjetë ti vetën. Me gjithë në zemën tonë, ndërkin lidhjen tonë me Allahun, ne këtu japim udhëzime, instruksione, vëllai në këtë ndorë. Vëllai në këtë ndorë. Andaj lutni se cili ai cili ka problem me zemër, të fillu prej meje gjithë, që shej ka kom të dopta, shet dopsin, vjen dopsin zemrën e tij në kom të tij. Të lut Allahun ta forcoj ta bëjmë më të mirë, sepse rruga e mirë të ndronë është një, kemi thënë gjithnjë. Rruga e keqe ka shumë rrugë këqija. Andaj jemi ata cilët mburren me punë të mira dhe jo me punë të këqija. Pejgamberi dhe qëran po vinë 3 persona, vinë nga një fisk. E kishin pranuar Islamin, pejgamberi qëran për thot kush i merr thot ta thot mas i kanë nga larg. E kanë pranuar Islamin, thot kush thot i merr thot musafir, i merr thot talha thot unë ja Rasulullah. Edhe i mur musafir në shpinën e vet, mas një kohë pejgamberi qëran për qenë ekspedit për luftë. Po thot njëri për tyne thot
Atë shkoj dhe tja Rasulullah, sa e kish pranu Islamin në resht, ju bashkangjit ekspeditës, shkoj me muslimon në luftë dhe rash shahid rash dëshmor. Me njerë mas një kohët shkurt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ekspedit dytë ky dyti tha Rasulullah shkoj tha shko, thot edhe ai vdeshin luftë ky treti i shme. Ky treti met aty. Edhe një kohë që ndroi një kohë gjatë. Edhe vdes, po nuk vdeshin luftë, vdeshin në shtrat. Talha radiallahu anhu pishen në ondër tret, dhe tret duke hyrë në xhennet. Po ky që ke shmetën në shtrat, thot ky thot hyni i pari, thot ai thot që shkoi dyti hyni i dyti, ai që shkoi i pari atje që hyni shkoi mas parë lut, ai hyni i treti. Edhe po vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ja Rasul, thot i pari thot tret duke hyrë në xhennet, thot po këta thot që vdes thot tu, thot ky thot hyni thot i pari, ai që shkoi i dyti shkoi i dyti, ai që shkoi i pari atje, ai hyni thot i treti thot po thot o Talha thot a nuk qëndroi thot ai që ky thot agjerej. Thot edhe fali namaz, po një kohë më gjatë sa ata. Prandaj thot edhe mrejtët të Allahu jenë me tilla. Edhe mrejtët të Allahu drejtë jenë me punë të mira që i bën. Ai dëshmor ka mrejtën e vet, po dëshmor, po ky që kish bë amel, kish bë punë më gjatë, ka meritë Allahu xhallahu shanuhu. Allahu na forcof neve me punë të mira në këtë natë të madhe dhe në këtë muaj dhe në çdo ditë të ymrit tonë, cilën na ka mbetur, nuk dim a do të jetojmë deri në Ramazan e ardhshëm, prandaj ta lutim Allahun sinqerisht nga thellësia e zemrave tona që këtë natë të madhe, këto natë të mëdha, 10 natë të fundit, natën e Kadrit, ta bëjë natë mëshire, natë rahmeti, natë hapje të zemrave të mbyllura tonat, inshallah të zbukurojë ato me zemrën e besimit, zemrën e imanit, na bëj të mburremi me atë që jemi besimtar, na bëj të mburremi që jemi të ummetit, të popullit, të xhamatit, të Muhammedit alayhis salam. Allah na bëf të mburremi në dynja, na bëf të mburremi edhe në ahiret inshallah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullah. الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما للنبي وتكريما للفخام الشان صفية فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما برسالة بيغمبر عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أما بعد تندروا جماعتي neve në këtë xhami me praktikën që është bërë pothuajse disa vite, po në xhamia të tjera kemi filluar me namazin e natës. Dhe namazin e natës gjithsesi namaz natës ne kryejm çdo natë dhe është namazi teravive, por kjo është namazi vazhdimi i namazit teravive, i cili kryhet mas orës 12:30 deri para syfyrit, duke e bashkangjitur syfyrin që ne hamë këtu në xhami. Kemi filluar këto 10 natë të fundit, domethënë një përkushtim pak më tepër në ibadet, më shpresë të jetë një nga këto natë, 10 natë të fundit, në të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kërkoni në 10 natë të fundit natën e Kadrit, pastaj ka thonë ja ka shtuar të kërkoni në net tek. Në net tek, të cilat vijnë 21, 23, 25, 27, 29, në këto natë mund të jetë nata e Kadrit, por mund të jetë çdo natë tjetër, prandaj urtësia pse ka fshef Allah xhallahu xhano është që robi pak të përpjeket, pak më shumë të lodhet, pak më shumë. Andaj është natë, jenë natë cilat kërkohet bëhet sa më shumë dhikr, përmendje Allahut, dua, namaz, çka do të jetë lexim Kurani, dhe asë si punë këqija. Andaj neve këtu kemi filluar me namaz të natës prej imam, ata të cilët kanë dëshirë të marrin pjesë. Namazi të natës i bashkangjitet një ligjërat të shkurtër edhe duaja e cila bëhet në gjuhën shqipe. Dhe gjithë kjo procedurë shërben një ibadet, po dhe lloj mësimi i ibadetit, Allahu na forcoj dhe ne i pranon. E dyta, para Ramazan dhe gjatë Ramazan, për shkak të programeve që kemi këtu në xhami, kemi bërë disa shpenzime si xhamat, ata të cilët kanë mundësi me kontribut diçka nga dëshira, nga vullneti, dhe ne dim që çdo gjë në këtë muaj është nga 10 deri në 700 sevape. Prandaj unë gjithmonë kam thënë
nuk është pse nuk kemi mundësi disa prej xhamatlive këtu me i kry këto obligime. Mund vje kesë nështë të shumice e një papuntu, po në po kam dëshirë që se cili për jush me qatë sa ka, me i kontribut cappuccinos e të macchiatos, qoftë, me kontribu, sepse është seva për gjithë, është seva për gjithë, është e mirë për gjithë, nuk përdojmë vetëm një grobi caktu një marë sevate. Bani edhe ju me qatë sa kemi seva, se nuk dihet, dhe të Allah dhe e kam shef, dhe dy gjëra, dhe dy gjëra kam përmendë dhe ma herë të Aliu radiallahu anhu, dhe të Allah e kam shef, knatësinë e ti në dhepën e mirë. Nuk dihet kur ta nxjerr Allahu, po aki ti e ke hap çat njerëz të fund dhe kin xhep e ke dhon, po Allah me çat njerëzin tonë është vallahi më i kënaqur se ai që jep 1 milion dikun tjetër i shikoj vetë tjetër pa lut. Te ti e ke dhon krejt. Ku dhon Xhafar sot. Ka thon për dikon që e ka japur një rob. Ja ke dhon çenit bukën e drekës që shposh tjetër, do ja jep të drekën edhe darkën komplet bukën në çenit. Ju afru të ti të shabone, të pa i shkon të robin i barshës aty, i shkon me pushuk, i shkun me pushun një, zengin, pasionik shumë i madhë. Edhe ku ja dha, ku e pa, kjo të ja dhon, ja puni zotëria i kopshit, ja puni bukën, i arqeni, edhe ja dha. Edhe ju afru nga ti të shkabone, kur gjo, po t'ja dhash t'i qeni, bukë të aki, jo, t'a ke, drejka, dhe darka, gjithë ditën bukën, e gjithë ditës ja dha të qeni. Thot pse thot, në këtë zonë thot nuk ka të qenë. Nuk ka në këtë zonë nuk kemi. Këme sigur i këri gjorë ka arpin e rokëtimit shumë të lërë. To lip gidan e gojës. Andaj nuk mujta thot mi këthy thot. Për t'ja dhash që të bukë. Po shkoj dhe Xhafar asade. Shkoj të pronari kopshit thot mashit thot kopshtin edhe robin e kajsa shumir ja dha dhe të fishin. E bleo thot këta thot me gjithë kopsht. I tha këti thot që thot je i lirë. Thot që thot dhe kopshtin për të jep thot është i joti. Shok që eshin thot me ta, thot, a kamer thot ma gjimërë që ti. Thot po, thot, që këtë thot është ma gjimërë cërë. Thot, unë i kom thot edhe sa tjerë, thot, unë i dhash një pjesë të vogil pas shumis. Këtë këtë që ata shka pat, thot, edhe thot, ma shvjetit. Thot, këtë thot është ma i pasur nësor, ma zinëzënësi. Andaj, gjdo sa në matët Allahu me njetë me zemrë dhe jo me bugjet. Keni parasysh.